Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Pak nga pak po I vjen fundi edhe vlog summit. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Sot që po e xhiroj këtë video është data 26. Kështu që shumë pak ka ngelur. Në fakt do më mungoj se isha gjithë ditës duke gjithkohës në lëvizje për të përpjekur të xhiroj diçka, kështu që besoj që do më mungoj, po mbase bëjmë edhe një muaj në lindjes. Duke qenë se unë e kam nga fundi shtatorit, mbase bëjmë një. Gjithsesi. Çfarë doja t'ju thoja, unë sot do shkoj të kërkoj për një diabetolog. Duke qenë se vlerat e sheqerit më dolën jo treguese për diabet, por që trupi ime përpunon për momentin glukozën, sheqerin, pra shumë ngadalë se normalisht. Prandaj dhe do më duhet të lej një takim me një diabetolog që të më japi një nga këto aparaturat që të masësh sheqerin hera herës, ta monitorosh. Dhe kam, çfarë sot është e enjte, që të mërkurën e kaluar kur u mora vesh, pra hiq të ndjel, kam 5 ditë që telefonoj 3 diabetolog që janë këtu në Trier. Nga 10-15 herë në ditë, nuk del asnjë në telefon. Është shumë keq këtu për mjek, prandaj edhe doktorët kërkojnë kaq shumë në Gjermani, sepse ka shumë mungesa, edhe shumë njerëz, shumë pacient. Kështu që unë do shkoj, do marr makinën dhe do shkoj te klinika ku e kanë dhe të kërkoj një takim, sepse nëse më japin takim pas ku dëgjon sa javësh, jemi në fund të shtatzanis, mua më duhet tani ajo aparatura matse. Edhe një konsult për çfarë ushqime duhet t'i le pa ngrënë, pa çka se siç ju kam thënë, për sa I përket ëmbëlsirave, unë nuk I ha çokoladave, po ndoshta ka edhe ndonjë ushqim që mbase përmban shumë karbohidrate, të cilat pastaj do shpërbëhen edhe në sheqerna. Edhe bukë nuk është se ha, mbase në Shqipërinë që më shumë. Po tani nuk kam se të them jo byreku të mamit. Come on. Gjithsesi po ju marr me vete edhe gjithë ditën. Shqyr sot nuk është aq nxehtë, pra është ngrohtë, por nuk ka diell sepse dje ishte plasje. Dje është dashur me do e mos që ta ndes kondicionerin, pa çka se mua nuk më pëlqen. Dhe sot është çik më mirë. Nesër do bëhet prapë nxehtë. Po gjithsesi hajde ta shijojmë një ditën sot. Nuk e di nëse kam për të bler edhe ndonjë gjë, mbase do ju marr me vete. Por mëngjes sot kam ngrënë vetëm një vezë të zier, edhe një gjysmë gote qumësh dhe nuk mundem të ha të shty asgjë poshtë më. Jemi këtu në përfundim të javës të 27 dhe enjte të shtunën, pra futem në javën e 28 dhe zyrtarisht në 3 mujorin e fundit, ku çdo gjë fillon dhe bëhet më e vështirë. Mua ka filluar tani të më dhembi një çik mesi. Gjithsesi, deri tani jemi mirë, kështu që shpresojmë që shtatzania të shkojë po kaq mirë deri tani. Sa po gjeta adresë. Shpresoj shumë të japi një takim, ja ku shërja. Nuk e di nëse funksionon kështu siç dua unë, pra të shkoj direkt e të marr një takim, po në telefon nuk ja dola, kështu që le të shkojmë me ta provoj pak. Ja dola, do shkoj të ble edhe një Larës Xhamas, një fortekaz. Ja dola, në orën 2, sot kam një takim, pra për disa orë. Kështu që do vi prap, po shqyr që gjeta, që nuk më intereson. Bukura, që të bukra dhe këto. Stefani nuk kishte kafe. Po I marr një kafe. Ja, këto.
I bleva gjërat. Tani, po mendoja me qenë se jam afër një dyqani që është goxha ekonomik dhe ka nga të gjitha gjërat, shkojmë mbase të shikojmë ndonjë gjë të lezetshme për babyn, për tunin. Po, ky qenë ka shqiptar. Sa dërgoj vëllajt. Ja dyqani. Ndi bebave. Baby do lindi në shtator. Kështu që nuk e di çfarë po do më duhet kështu. Nga këto nuk është se kam shumë. Mos kam fare. Në kapuçi. Nuk e di njerëz çfarë më duhet. Ja këto për shumë nuk më duhen. Si janë shumë të vogla. Bleva. Bleva dy pat komplet ka se bati qa ishte. Po ja u të regoj. Janë shumë të lira në çmim dhe janë pambuk. Shikoni. Kjo është e para. Kitchen mami. Edhe më pëlqeu që nuk i ka këto këmbkat e mbyllura dhe kur është i vogël mund t'ja përthyer dhe kur të rritet pak i zgjat edhe një çik. Edhe më pëlqeu shumë që është këtu me zinxhir. Kuptoni nga këtu edhe direkt ja hap komplet. Edhe kjo kushtoi 6 euro. Unë e kam marrë nga mosha 2 deri në 4. Që ta ketë kështu për periudhën e vjeshtës. Ushqim mamit. Edhe pse e mora edhe këtë komplet këtu. Me traktor ka. Shikoni sa cute. Këtë e kam marrë për 4 deri në 6 muaj. Do me thënë do jetë shkurt mars. Në shtëpi është ngrohtë, kështu që shikoni sa cute. Edhe goxha e madhe. Tani 4 deri në 6 tot kështu, po varet sa të madh do ta kemi baby neve. Tu thot 68 cm. Do blej disa gjëra për shefin tim më shumë, sepse ne kemi marrë shumë rroba nga të njohurit tan, nga motra e Shtefanit që ka 2 çuna dhe që ajo pretendon që e ka mbyllur pra me 7 zanit, nuk do që të bëj fëmijë të tjerë. Edhe gjitha rrobat e tyre do t'i marrim, po ndonjëherë si mami, sidomos si eksperiencë e parë, ke shef kur shikon ato gjërat aty dhe do që të zgjedhësh. Do ta bëj edhe një herë me Shtefanin këtë gjë, sepse të dalë me Shtefanin dhe të shikojmë rroba për çunin. Rroba, ndoshta disa çorapka që na duan. Çorapka më ka marrë shumë mami, po do marr edhe ca të tjera sepse besoj nuk janë asnjëherë mjaftueshëm, por janë edhe këto badit që janë me çorapka, kështu që do ta shikoj. Po i dua me çorapka të ndara që për shembull t'ja heq çorapkat e t'ja haj këmbët. Sa cute. Okej. Takimin e mora, shkojmë në shtëpi. Kemi pak kohë. Edhe shumë që do merremi. Besoj që do përpunoj një video. Kam për te kurosur rroba. Nuk jam shumë e motivuar. Kam për të shkruar në laptop. Gjëra kështu domethënë të mërzitshme. Po të paktën morën takimin. Ky ishte gjëja më e rëndësishme. Unë ndryshova fustanin sepse jashtë po bie shi dhe dua që të jem më komode, kështu që kam veshur këtë bluzën e bardhë me një palë xhinse. Këto xhinset i kishte blerë motra për vete shumë të vogla, ndërkohë që mua më bëjnë këtu poshtë, edhe sado që të rritet barku, më bëjnë këtu poshtë. Para se t'ikja dhe ja t'ju tregoja këto libra që kam blerë për baby, nuk e di ja kam treguar në ndonjë vlog tjetër. Kam blerë këto e bukura dhe bisha, Sirena e vogël dhe bukurosja e fjetur, që ishin nga 50 lekë, pra nga 500 lekë.
Dhe kam blerë dhe këtë librin plot me përralla që të lexojmë baby çdo natë. Shpresoj shumë që ti qëndroj deri në fund. Unë nuk do t'i flas asnjëherë gjermanisht e pas të shpresoj, sepse do doja që kur baby të flasi me mua ta ketë në kokën e tij që me mamin flitet shqip, me babin gjermanisht, dhe mendoj që kjo është metoda më e vlefshme e ndarjes që fëmia të mos ngatërrohet. Kështu që shpresoj shumë që t'ja dal, edhe do doja shumë që ta realizoja. Tani, është ora 1:30, në orën 2 unë kam takimin te diabetologu. Erdha në shtëpi, bëra vetëm një kafe shumë të hollë dhe kam pirë shumë ujë, sepse as kafe nuk e mbarova. Nuk ndihem aq mirë kur e pi kafen, po isha shumë e lodhur, kisha nevojë. Kështu që në Shtatzani e lejohen një numër i caktuar kafesh. Unë e bëra edhe shumë të hollë, edhe nuk besoj që ka asnjë lloj problemi. Tani do marr çantën, do marr pasaportën e mamit. Ja ku është. Do marr kartën e shëndetit dhe shkojmë te diabetologu që të na japi atë aparaturën për të matur vetë diabetin, nuk e di se sa herë në ditë. Shkojmë. Pastaj do gatuajmë bashkë. Do gatuaj një gjë shumë të shëndetshme sot. Dua të blej ca gjëra në supermarket, se kam parë nëpër këto Instagram shumë gatime. Mirë, po e kam frigoriferin plot, kështu që do t'i harxoj njëra ato dhe pastaj do mendoj për të bler gjëra të tjera apo gatime të tjera. Sa po arrita. Kam marrë të gjitha gjërat që më duhen. Ora është 2, jam fiks në kohë. Edhe e të shohim si do shkoj takimi. Bëra regjistrimin me pasaportën, me kartën e shëndetit, edhe gjitha gjërat që duheshin. Më bëri dhe disa pyetje të thjeshta se ku dua që ta bëj lindjen, në rast se do duhet që të shkruajmë për shembull raporte për ginekologën time ose për spitali. Tani jam duke pritur, kam vetëm 2 persona para meje, kështu që nuk besoj se do zgjasë shumë. Shpresoj. Sa po përfundova vizitën, kam lajme të mira. Doktoresha ti pan vlerat, edhe në fakt deri tani nuk është se kam diabet. Çështja pse u solla deri këtu është sepse bëhen 3 matje tek testi i sheqerit. Bëhet matja e parë që je ESO, pa ngrënë asgjë, dhe matja e parë ishte shumë mirë në vlerat e duhura. Matja e dytë, që ishte pas qirjes së tretësirës së sheqerit, ishte po ashtu në vlera shumë të mira, dhe matja e tretë ishte po ashtu nën limitin, por matja e tretë vlera ishte më e lartë se matja e dytë. Dhe kjo është diçka e çuditshme sepse zakonisht trupi e largon sheqerin. Pritja u tregoj sa të ulem në makinë. Atëherë ja ku i kemi rezultatet. Bëhet matja e parë, ESL, matja e dytë pas 1 ore dhe matja e tretë pas 2 orësh. Matja e parë ishte 73, ishte shumë normale. Matja e dytë ishte 130, që po ashtu është nën limitin, dhe matja e tretë pas 2 orësh është po ashtu nën limitin, por në vend që të ulej, është rritur, pra nga 130 ka shkuar 140. Që do të thotë në këtë ditë mbase kam qenë e smur, mbase kam qenë e stresuar në matjen e dytë dhe prandaj edhe mund të ketë ndodhur. Gjithsesi. Unë e mora këtë aparaturën që të monitorojmë sheqerin, që është kjo këtu, edhe diabetologja më tregoi si ta përdorja dhe do ta përdorin sipas një skeme që më dhanë këtu. Për insulin nuk ka nevojë, sepse unë jam akoma shumë në nivelin, pra nuk është se kam diabet. Dhe kemi këtu vlera e parë, që është sa po ngrihem nga gjumi, vlera e parë 1 orë pas mëngjesit, 1 orë pas drekës dhe 1 orë pas darkës. Dhe duhet t'i mbajmë 2 javë. Unë jam në javën e 27,
Dhe kur të jem në javën e 29 apo e 30, do bëjmë edhe një herë testin e sheqerit, sepse doktoreshët mendojnë që thjesht ishte një gjendje jo e mirë e trupit, ose në disa gra diabeti i shtatzanis zhvillohet pak më vonë, pra jo në javën e 26, si që zhvillohet zakonisht, por mund të shkoj deri në javën e 29 e 30, kështu që ne do bëjmë dhe një matje, dhe nëse vlerat marrin mirë, dalin mirë, nuk kam se e përdor më këtë aparatin. Shpresoj shumë, sepse vërtet që do ta shpoj gishtin 4 herë në ditë, gishtat, një ndër, nuk është ndonjë gjë shumë e madhe. Por, siç ma shpjegoi doktoresha, zakonisht ikën pas shtatzanis diabeti, por në 50% të rasteve pas 8 ose 10 vitesh kthehet si diabet normal. Kështu që shpresoj shumë që mos ta kem. Edhe shkojmë në shtëpi, të ha pak bukë, se jam shumë e uritur dhe kam një tas me fasule që kam bërë dje, duke qenë se në Shqipëri harrova t'i them mamit të më bëj fasule. Tani i bëra vetë kur erdha në Gjermani. Fasule Gjermanie, turku, nuk janë si të Shqipërisë, po kështu dorojmë ne kur s'kemi kushtet e tjera ne emigrantët. Okej, shkojmë në shtëpi. Si që thash, sa po erdha në shtëpi, vura fasulet edhe pak pilaf që më kishte ngelur nga gatimi dje, të ngrohen. U do haj shumë pak, se ora po shkon 3, edhe Shtefani vjen në orën 6, kështu që do ham bashkë të dy dhe do përgatis një që shumë të shëndetshme sot. Dhe aty tregoja që më kishin ardhur edhe vitaminat që i porosis çdo muaj, mund të porosis dhe për 2-3 muaj, por mbase duhet të mbaj në frigorifer. Dhe unë nuk kam shumë vend në frigorifer. Ja, kjo është. Nuk po ja u tregoj firmën, sepse nuk dua të ndikoj tek ajo që përdorni ju. Të gjitha produktet e shtatzanis, pra të vitaminave, janë shumë të mira. Varet çfarë përdorni ju dhe ku besoni më shumë, kështu që prandaj nuk po e tregoj, sepse mendoj që keni të drejtë të bëni zgjedhjen tuaj, duke folur me ginekologen tuaj dhe me nevojat tuaja. Unë kam zgjedhur produktin i cili ka fituar çmimin si produkti më i mirë në Gjermani nga testet e bëra në vitin 2024. Nuk është më i shtrenjti, jo dhe më i liri, por nuk është dhe më i famshmi. Po thuaj se nuk njihet fare, kurse në trimestrin e parë kam përdorur po ashtu produktin që kam shumë acid folik, që bashkë me këtë produktin që kam këtu, janë 2 liderat për sa i përket analizave të bëra në Gjermani. Si që dëgjuat, buka më ngroh, kështu që sheqerin e kisha mirë, që le ta ham, edhe gjatë kësaj kohë do shikoj dhe ndonjë po shikoj The Good Doctor, e keni parasysh ai doktori me autizëm? Dhe këtë seri kam nisur për momentin. Ja, ku e keni. Në këtë shtatzani, mua më hahen vetëm gjëra që kam nostalgji. Shumë fasule, byrek, speca me gjizë. Kështu, ju bëft mirë të gjithve ju që po hanit tani, dhe ju tregoj pastaj dhe se çfarë do gatuaj. Haluk, banë të mirë? Si emra ime, shisha i mirë që është më merë, do të më mashtroj që t'i japë të ngrënë. Atëherë, receta që do bëj sot është kjo pjata këtu me brokoli, me patate të ëmbla, me këtë salcë këtu që nuk e di se si quhet, dhe me pull, por unë nuk do bëj pull, sepse kishim dje pull. Në vend të pullës do bëj këtë laksin, edhe jam shumë konfidente sepse laksi është shumë herë më i thjesht dhe më i lehtë. Kështu që po bëj laksin. Për këtë pjatë na duhet pull ose laks ose peshk, çfarë do lloj gjëje që doni ta shoqëroni. Do na duhet patate të ëmbla, do na duhet një limon, pra patate të ëmbla, nuk e di do t'i bëj gjitha, do të shikoj sa do dalin kur t'i qroj dhe t'i gri. Një limon, na duhet brokoli, na duhet
majtanoz. Në duan fara kungulli. Unë do marrë këtë, kemi një mix që ju hidhet patateve, për mua më pëlqen kjo që bën salsë për pul, edhe unë ja u hedh edhe patateve, kështu që do përdor këtë këtu. Dhe do na duhet edhe piper i kuq, edhe kos. Okej, le të fillojmë nga puna. Unë këto recetat i kam mbajtur nga HelloFresh dhe bëj ato që më pëlqejnë. Atëherë, e kam ndezur furrën. Do t'i qroj patatet e ëmbla dhe do t'i pres në copa. Dhe do t'i lyej me këtë kripën që lyen edhe pulën. Pastaj do t'i hedh edhe vaj, edhe do t'i vë që të piqen në furr, ndërkohë që do t'i thek edhe farat e kungullit, po këtë pas një lloj yndyre. Thjesht do t'i vë aty afër me si të thuash patatet. Le t'i presim tani në kubik të vegjël. T'i hedhim vaj. Edhe këtë kripën që e bëj pra për pulën. Do t'i marinoj mirë, duke i trazuar me dorë. Është tas i vogël ky, por nuk kisha për momentin më të madh. I hedhim për të pjekur. Në këtë letrën e pjekjes. E pa vaj, hedhim dhe kokrat e kungullit. I futim ta pjekim. Tani do marinoj laksin. Do ta fut në këtë tepsiçkën e vogël që ta pjek. Si ta pres që t'jetë barabartë. Kështu? Okej. Këtë të madhen po ja lë Stefanit. Kjo thika nuk do përdoret më. Atëherë, do t'i hedh pak krip, sepse laksi është veti krip. Ja kam hequr ndërkohë lëkurën e kurrizit se urrej lëkurën tek laksi. Dhe këtë limonin, përveç se do t'ja shtrydh sipër, do t'i pres edhe ca fleta limon që ta pjek bashkë me të. Mos prikishtat. Kam prerë pak keq limonin, do e prerë ndryshe. Okej. Edhe këtu tava që mos në ngjitet. E futim e pjekim kështu si që është. Tani do të krijojmë këtë, çfarë quhet, kremolata, nuk e di se i thonë që tjetër. Dhe do bëjmë këtë pjesën e mbushjes që i vendoset pulës ose në këtë rast peshkut.
Shpresoj të shkoj me peshk, po pse jo. Këto farat e kungullit që po që më ujën akoma të nxehta. Përpiqemi ti presim apo të shtypim me çfarë të keni mundësi në pjesën pak më të vogla. Okej, farat e kungullit u bëjnë që pis këtu, po ja do ta pastrojmë. Hedhim këtu. Tani grim majdanozin që e kam larë. Sa më imët të mundur. Limoni. Kaçarekun e limonit. Limonin e kam larë, kështu që do na duhet edhe pak lëkura e limonit. Vaj ulliri që po më mbaron, krip dhe piper. Derisa brokoli të skuqet, unë po bëj gati sallatën. Kam marrë domate, qep, speca, kastravec edhe sallat iceberg. Dhe direkt këtu. E kam larë me ujë, flet për flet, pastaj e kam larë me sodë, e kam shplar dhe e kam kulluar. Për të bërë këtë pjesën e salcës së sallatës, kam marrë kos. Pas kosit kam shtuar pak majonez dhe bën një salcë pak si e ëmbël. Majonez pak me sy, sepse unë nuk punoj shumë me masa. I kam shtuar mustard, nga kjo mustarda normale që e kemi të gjithë në shtëpi. Dhe pastaj kam shtuar edhe mustardën tjetër, që është kështu si me kokra, edhe që është e ëmbël. Nuk e di nëse mund ta gjeni ju në Shqipëri, por këtu në Gjermani është goxha e pëlqyeshme, edhe unë e kam gjetur dhe më pëlqen, po nuk e patët këtë mustardën, nuk ka asnjë lloj problemi, mund ta bëni edhe vetëm me mustardë të thjeshtë. Edhe do t'i përzihen bashkë dhe salca do dalë kështu si pak e verdhë edhe si me kokriza. Edhe njëherë theksoj që nëse nuk e keni atë mustardë me kokriza, nuk është ndonjë problem shumë i madh me të drejtën. Kështu që mua më pëlqen t'i hedh edhe pak vaj ulliri që të ketë sa më shumë shije. Mund të t'i hidhni pak krip, por mua nuk më pëlqen, duke qenë se ka këtë shijen pak të ëmbël kjo salca, edhe kaq mjafton për mua. Ja hedhim sallatës ku I kam ngrirë kastravecat, domatet, specat, qepon edhe këtë sallatën iceberg. Edhe për mua është një sallatë e thjeshtë, ama është një sallatë shumë e shëndetshme dhe është një sallatë ndryshe, kur nuk dua të bëj thjesht atë sallatën me domate, domethënë sallatën e fshatit. Kjo është një sallatë një çik më moderne, do ta thoja unë, dhe këtë salcën pak a shumë e kam provuar dhe e kam shpikur vetë. Kështu që shpresoj që edhe juve t'ju pëlqej, por bëni sallatën tuaj, sido që t'jetë.
Brokoli kur është skuqur, i kam hedhur pak fare ujë që të zjej, të zbutet. Tani do t'i hedh pak limon edhe krip që t'i jap shije, edhe kështu do ta servis bashkë me gjërat e tjera në pjatë. Kështu që jemi gati për të servirur. I kam servirur këtu me pak kos edhe majonez të përzjera, patatet edhe sallata. Na bëftë mirë. Bëftë mirë, s'ka. Shiko, sa shëndetshëm të pret gruaja. Super. Që ti jeton më gjatë. Kupton? Ti do mua 100 vite, ha? Po, 100 vite. Kështu pak nga pak erdhi edhe mbrëmja, ushqimi doli shumë i mirë, e ja sugjeroj gjithave që ta provoni dhe është shumë shëndetshëm. Unë tani do heq make-upin, do bëj pak face care, edhe do shkojmë të shtrihemi sepse ora ka shkuar 11:30, edhe nesër kemi po ashtu gjithë këto plane për të bërë. Nesër do filloj me matjet e sheqerit, sepse më duhet që matjen e parë ta bëj esëll, pra pa ngrënë asnjë lloj gjëje. Kështu që kjo është videoja. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Edhe siç e thash, më vjen pak keq që po vim në punë të vlogsamit. Por besoj që duke qenë se kam goxha kohë, të paktën deri në shtator kur edhe bebi do vi, do jem më aktive se sa thjesht një video në javë. Kështu, unë po bëj face care-in, edhe ne do shihemi në video tjetër. Ciao!